Përshëndetje, mirë se erdhët në sesionin e radhës të mentorimit. Jam Gentiana Susa nga ESD Albania. Ky është një mentorim për mësuesit që drejtojnë klubet ESD në kuadër të programit JOM. Atëherë, fillojmë gjithmonë me temën e parë e cila ka të bëjë me mënyrën se si do të organizojmë klasën e parë të ESD-s. Është kryesore apo objektivi i kësaj teme njohja e nxënësve me ESD-n, si dhe krijimi i një hapësire të sigurt për dhe me grupin. Ndër aktivitetet kryesore të kësaj klase, të këtij sesioni të parë, është vendosja e rregullave bazë në bashkëpunim dhe në komunikim me grupin e nxënësve. Së dyti, pesparimet e ESD-s shpjegohen nga ana teorike të pesparimet, loja me kapse, përgatitja e materialeve për ESD-n, pasi dhe nxënësit mund të marrin pjesë në këtë proces, forcimi fizik dhe teknika fizike, si dhe mbarojmë me rrethin e mbylljes. Është kjo skema e klasës së parë të ESD-s. Fillojmë me temat një nga një. Në radhë të parë, vendosja e rregullave bazë apo realizimi një marrëveshje me nxënësit është hapi i parë i rëndësishëm, pasi ndihmon në mbarvajtjen e klasave në vazhdimsi. Rëndësia e vendosjes së rregullave. Kjo duhet për shkak sepse ndihmon në kuptimin si dhe në praktikimin, është një formë e vendosjes së kufive për zhvillimin e klasave, duke optimizuar kështu arritjet edhe objektivat e të nxënit. Për siguri emocionale ndaj nxënësve, për të respektuar konfidencialitetin, është për të respektuar hapësirën personale, si dhe për të krijuar një frymë pa gjykime dhe pa fajsime tek sa nxënësit ndajnë apo marrin pjesë përgjatë klasave. Së fundmi është e rëndësishme edhe për të siguruar pjesëmarrjen nga ana fizike, si dhe nga ana e ndërveprimit. Theksi në këtë proces vihet tek rëndësia e respektimit të marrëveshjes të atyre pikave për cilat bihet dakord, si dhe shtym nxënësit që t'i respektojnë këto pika jo vetëm përgjatë klasave të ESD-s, por edhe jashtë klasave, në ambientet e shkollës, në ambientet e tjera private apo publike. Si mund t'i zhvillojmë këto pika me nxënësit? Këtu kam unë disa shembuj për diskutim. Për shembull, mund të bijem dakord që nxënësit do flasin me radhë dhe nëse një person është duke folur teksa është radha e tij, të tjerët do të qëndrojnë të qetë duke dëgjuar, edhe në këtë formë do të kuptojnë më mirë. Për sa i përket sigurisë, është një pikë tjetër që mund të diskutohet në këtë pjesë të klasës. Një shembull është t'ju themi nxënësve që nëse ndjekim instruksionet për përdorimin e hapësirës dhe për kontaktin fizik gjatë ushtrimeve, askush nuk do dëmtohet. Pra jemi duke vendosur disa rregulla për sa i përket sigurisë personale në këtë rast. Temë tjetër është të sigurohet respekti ndaj të tjerëve pa gjykuar. Për shembull, nuk përdorim fjalë të rënda ose fyese. Nëse dikush ka një mendim ndryshe, atëherë atë e dëgjojmë me kujdes. Pra në këtë formë jemi duke krijuar një frymë mirëkuptimi, një frymë respekti dhe një frymë empatie për nxënësit që marrin pjesë në grup. Një shembull i katërt është në lidhje me përgjegjësinë personale. Mund t'ju themi nxënësve që çdo nxënës kujdeset për pajisjet e saj apo pajisjet e tij, si dhe për higjienën përgjatë klasave të ESD-s. Këto janë disa shembuj, mund të jenë shembuj të tjerë, për shembull për pikmëria, mund të jetë shembull tjetër është realizimi i detyrave nëse ka, mund të jetë mbështetja ndaj shokut, mund të jetë mos përdorimi i celularëve nëse është një grup që fëmijët kanë celular. Pra zgjidhen ato pika të cilat janë të detyrueshme dhe të nevojshme për të zhvilluar sa më mirë klasat dhe për të siguruar sigurinë e nxënësve edhe nga ana fizike, edhe nga ana emocionale, edhe nga ana psikologjike. Pasi janë zhvilluar rregullat e klasës dhe këto mund të vihen në një fletë të madhe e cila mund të vihet në mur nëse keni hapësirën tuaj të ESD-s, kjo mund të jetë ose mund të
ose mund të shkruhet pra diku që nxënësit i rikthehen her pas here, neve kalojmë tek shpjegimi i 5 parimeve të ESD-s. Shpjegohet nxënësve se si ESD-ja synon të fuqizojë nxënësit nëpërmjet nxitjes së marrëdhënieve harmonike në shkollë, si dhe uljen e rasteve të konflikteve dhe dhunës në tërësi, qoftë kjo verbale, psikologjike apo fizike, brenda edhe jashtë shkollës. Pra, shpjegohet me termat e përshtatshme sipas grup moshës që juve keni në klasë. 5 parimet e ESD-s, të cilat janë mendo, bërtit, vrapo, lufto dhe trego, janë thelbi i klasave të ESD-s dhe ndërthuren me të gjitha lojrat apo aktivitetet që realizohen në çdo sesion. Shpjegimi i 5 parimeve mund të bëhet teorik me fjalë, por siç e dim, nxënësit do të jenë më të vëmendshëm dhe do të jenë më të aftë të kuptojnë përmbajtjen e 5 parimeve nëse bëhet nëpërmjet një loje apo një shpjegimi interaktiv. Pasi kemi realizuar Loja me kapsët e rrobave përdoret për të punuar disa aftësi të vetëmbrojtjes. Për ta luajtur, secili nxënës do të ketë nga 1 apo 2 kapse dhe i vendos ato në kurrizë të kapur në bluze. Synimi është të marrin sa më shumë kapse nga të tjerët, ndërkohë që mbrojnë kapset e veta. Temat që mund të diskutohen me grupin janë ato në lidhje me përqendrimin dhe ndërgjegjësimin për rrethana të ndryshme dhe të përnjëhershme. Gjithashtu, mund të sillet vëmendja tek rëndësia e strategjive dhe e bashkëpunimit për vetëmbrojtje. Kush ka një kapse? Si ishte ndjesia kur kishit kapse për të mbrojtur dhe kur nuk kishit fare për të mbrojtur? Da përshëndroje vëmendjen edhe të mbroje kapsen tënde edhe të filmoje kur të ishte vetëm një sulm. Kjo lojë është e volitshme për parimet mendo dhe veçanërisht të qenit të vëmendshme, si dhe parimet vrapo dhe lufto. Nuk e kishin stilin e mbrojtjes në rastin e parë. Floni kur bëjmë një diskutim me grupin. Loja me kapset e rrobave përdoret për të punuar disa aftësi të vetëmbrojtjes. Për ta luajtur, secili nxënës do të ketë nga 1 apo 2 kapse dhe i vendos ato në kurrizë të kapur në bluze. Synimi është të marrin sa më shumë kapse nga të tjerët, ndërkohë që mbrojnë kapset e veta. Temat që mund të diskutohen me grupin. Pasi kemi realizuar lojën me kapse, një aktivitet tjetër që ndiqet është nxemja edhe qëndrimi bazik i vetëmbrojtjes. Pra jemi gjithmonë në sesionin e parë të klasave ESD, prandaj do japim dhe baza. Shpjegojmë 5 parimet, bëjmë një lojë energizer, një lojë energjetike dhe ndihmon për kuptimin e parimeve ajo me kapse dhe kalojmë tek pjesa fizike. Gjithmonë në klasat e ESD-s rekomandojmë që një pjesë e mirë e kohës të dedikohet forcimit fizik dhe kjo është nëpërmjet ushtrimeve që kanë të bëjnë me koordinimin, që kanë të bëjnë me stretching, me zgjatimin, që kanë të bëjnë me forcimin fizik e kështu me radhë. Prandaj, mbas nxemjes, realizojmë edhe diçka lidhur me respektimin e hapësirës fizike personale. Ju ftoj tani të ndiqni videon që ka të bëjë me nxemjen dhe qëndrimin bazik të vetëmbrojtjes. Brava. Po. Gishtat janë, këmbës janë paralel njëri tjetrit. Është e rëndësishme që të organizojmë klasën në rrjeshta apo në rreth në mënyrë që të jetë sa më e rregullt, të qoftë nga vizuale, por informon është edhe një rregull për sa i përket ndjekjes së instruksioneve në përjetë. Nëse duhet të them diçka, okay? Qoftë situata është edhe më e rëndë, atëherë duar të shkojmë. Personalisht preferoj të vendosem në
formën të video. Prandaj, rrim tjetër. Prej këtu. Lëvizjet e nxemja zakonisht fillojnë ose nga kopa ose nga këmbët e koka. Në pozicion Janë gati. për Go! Awesome. Shumë bukur. qëndrimi vetëm mbrojtjes. Do vjemi në vjeshta, që të mësojmë pak qëndrimin basic të vetëm mbrojtjes në radhë për gjatë lojra. Kështu që vendosemi kështu me fyra unë, 2-3 veta, një vjeshtë, 3 veta, 3. Okej. Edhe silloni që kemi faktin në grafë, distancën e mjetit, në mënyrë që të Këto janë bazat e zhvillimit të klasës së parë të sesioneve ESD. Qëndrimi bazik është, si i thon, guri i themelit, për sa i përket ndihmës që ju jep nxënësve për të rritur vetbesimin, për të rregulluar gjuhën e trupit, për të qenë më të sigurt në vendosjen e kufive dhe është një nga qëndrimet më të rëndësishme të cilat ju mësojmë fëmijëve. Kjo mund të pasohet me një lojë të fundit, mund të pasohet me një lojë që ka të bëjë me janë lojrat që ne dhe kemi për lufto, cilat janë lojra shumë të shkurtra, por që shërbejnë pra për të mbyllur klasën në një ton pozitiv. Së fundmi, bëjmë gjithmonë rrethin e mbylljes. Rrethi i mbylljes është një hapësirë ku juve ju mësoni, ku juve merrni nga fëmijët një përshtypje për mënyrën se si ka qenë klasa për ta, për mënyrën se si sa e dobishme ka qenë klasa për ta, dhe gjë që do ju ndihmoj juve për të vlerësuar veten, për të vlerësuar nevojat e nxënësve, por dhe për të planifikuar klasat në vazhdim, objektivat që juve do i vini vetes për të ndihmuar nxënësit. Këto ju kujtojmë të lidheni me komunitetin e mësuesve, të bëheni pjesë e komunitetit të mësuesve ESD. Ne kemi grupet në Facebook, grupin në WhatsApp dhe gjithashtu mund të na gjeni edhe në Instagram tek ESD Albania, ku do të mundsojmë shkëmbimin e informacionit që puna juaj të jetë sa më e lehtë. Ju përshëndes edhe një ditë të mbar.